28 raste të reja janë zbuluar këtë vit me kancerin e gjirit në Shkodër, 2 raste më shumë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Shifrat u bën të ditura nga mjekja onkologe pranë Spitalit Rajonal. Në Spitalin Rajonal Shkodër po trajtohen 63 pacientë në total me kancer gjirit, të cilat paraqiten në mënyrë ciklike, një herë në javë ose një herë në 3 javë, një herë në muaj, sipas terapive që kanë për të marrë trajtimin e domosdoshëm për ta. Sipas bluzave të bardha, fatkeqësisht, kanceri tashmë po prek edhe moshat e reja. Kjo ka sjellë edhe ndryshimin e protokolleve të kontrolleve. Trendi i shfaqjes së kancerit të gjirit vjet re dhe në moshat më të reja, pra flasim për gra në 40 vjeç, mosha 30 apo 20 e ca vjeçare, tash protokollet e depistimit kanë ndryshuar. Nëse më përpara rekomandohej që mamografia të bëhej 50 vjeç e sipër, tash rekomandohet që mamografia të fillojë që në moshën 40 vjeçare. Dhe do të përsëritet një herë ose 2 herë në vit sipas këshillave të mjekut ekzaminues. Pavarësisht rasteve në rritje, në 2 javët e para të këtij muaji që konsiderohet si tetori roz, nuk ka një numër të lartë të ekzaminimeve. Zbulimi në kohë sëmundjes ndikon në trajtimin dhe shërimin e saj, thon mjekët.